Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Dielli. Faleminderit që jeni përpara ekranit të Report Televizion. Faleminderit për të gjitha komentet, mesazhet tuaja. E ndjej t'ju falenderoj, e t'jemi mirënjohës për shikuesit, ndjekësit tanë, për tematikat, recetat, gjithçka që ne realizojmë çdo ditë me shumë pasion, me shumë energji për ju, audiencën tonë. Në ditën e sotme, do të diskutojmë për një studim i cili statistikat i ka të kohëve të fundit nga mjekët okulist sa i takon fëmijëve miop. Janë rritur rastet me fëmijët që vuajnë nga miopia dhe duhet të vendosin syze. Sigurisht teknologjia është një nga arsyet që na shkon në mendje, qëndrimi për kohë të gjatë përpara ekraneve. Me mjekun okulist do të diskutojmë rreth këtij fenomeni, rreth statistikave, rreth këshillave, si prindit vetë i dallojnë fëmijët në shtëpi dhe si t'ju ndalojmë atyre padyshim përdorimin e ekraneve për kohë të gjatë. Në pjesën tjetër kemi këshilla praktike. Në rubrikën tonë të përjavshme bëje vetë do të tregojmë disa sekrete për pastrimin e xhupave, pantallonave të lëkurës. Janë materiale të cilat duan pak më tepër vëmendje, por ne fokusohemi gjithmonë me Stella Nikollën tek produktet natyrale, se si t'i zgjedhim ato dhe si t'i përdorim në mënyrë të tillë që edhe të lëkurat të qëndrojnë mirë, edhe të mos dëmtohet, edhe të pastrohen mbi të gjitha. Po ashtu kemi dhe maska me produkte natyrale. Do të fokusohemi tek pikat e zeza, të cilat janë shumë të vështira për t'u larguar, por kemi 3 formula të cilat janë efektive dhe ka rezultuar të tilla të dobishme. Në kuzhinë po shoh Albanën, është duke u përgati, kështu që le të shkojmë së bashku të nisim me një herë me recetat. Dhe ja ku jemi në kuzhinë me Albanën, mirë se të gjeta në kuzhinë, me produktet gati, dhe gati dhe ne të gjithë për të gatuar, biseduar, shijuar, degustuar, në fund fare bashkë me të ftuarit tanë, duke shijuar në një kafe mokador që kemi aty, që na laston her pas here duke na sjell ekspres kapsula të reja, por nëse do të kafen ta bëjmë tani, nëse do e presim pak më vonë. Jo, bëj tani sa të zë brumin unë, bëj tani. Ja aty t'ju them edhe produktet se për çfarë do gatuar, se kjo është më që është ky nur sot? Që është ky nur sot? Më thoni juve. Ishte ngrohtë. Diçka ka ndryshuar, nuk e di. Sot është mirë inshallah. Hajde për mbar inshallah, për hajër inshallah. Le të shohim produktet një herë të recetës së Albanës, e cila është receta e parë. Do t'i mësojmë edhe anvisave se si do ta përgatisin këtë byrek. Byrek e kemi me oris, me vezë, me lëng mishi. Të shohim pak si është përmbledhur në recetën tonë, me pulë dhe oris. Na duhen 2 gota miell, 2 qep të grira, 2 gota oris, kemi 2 vezë, 1 pulë fshati, lëngun e pulës, vaj ulliri, krip, piper, borzilok, një seshte patjetër që do të na ndihmojë për hapjen e petëve, ndërsa mielli për çdo përdorimola na ndihmon të zëm brumin edhe të kemi një brum siç e do zakoni. Aman, sa gram ka marrë nga mielli? Sepse unë kam në sy, po besoj diku te 600 apo 600-700. Po, plot 700 gram ke marrë. 700 gram, ku e kuptova unë ju, është shiriti transparent i miellit për çdo përdorim olla që na jep këtë mundësi për të kuptuar marrë, kur mos kemi atë macin e gramaturave tona. Kemi këtë shiritin transparent që na lejon të kuptojmë se sa gram miell do të përdorim për recetat tona. Atëherë më shoh pak miell mua vet. Ne do të përdorim një nga tavat e zakonshme të furrave tona. Tek mielli mund të përdorni. Unë dua të përdor faktikisht është edhe mielli super është shumë i mirë. Ai kuqi, me paketimin e kuq, po. Mielli për të gjitha përdorimet, por mielli nëse doni të përdorni miellin e zi, absolutisht është shumë e vështirë për të hapur. Po, për të hapur, sepse ne më mirë do na binte me miellin e zi. Por edhe kur bëjmë atë ndërhyrjen, që shtoj miell të bardhë dhe miell të zi, sërish është e vështirë hapja, që kështu nuk ju këshilloj me miell të zi. Nëse ju do dëshironi për shembull në pite të trasha që thjesht e hapni një shtresë, si puna e tartës, aty ju ndihmon. Dhe një pite ndonjë krep, buka, bë miellin integral, është i
preferuar në fakt në kohën e sotme. Ne po përgatisim këtë byrek me oriz dhe me mish pule. Albana e ka zier mishin, kemi këtu lëngun, kemi dy vezë, pak niseshte për të na ndihmuar për hapjen e petëve. Kemi përdorur mielin me paketimin blu për çdo përdorim, që është në funksion të çdo familje. Tashmë e din anvisat tona këtë gjë dhe këtë sekret. Brumi është gati, do ta punojmë edhe pak mbi banak. Orizin e kemi parazier në minutazhin që ai kërkon, 15-20 minuta. Të shohim tani vazhdimin e punës. Patjetër që unë do ta punoj sërish brumin, por le të hedh një sy. Tani aty mishin e Pra këtu kam qepën, edhe mishin e pulës. Mishin e pulës me qep, pasi kemi zjerë, du t'japim dhe një kaurdisje, një proces të ri. Kemi mënyra të ndryshme për ta bërë këtë byrek. Faktikisht është byreku çam. Nëse ne duam, i shtojmë të gjithë përbërësit bashkë, nëse ne duam e vëm me llokmat e mishit më njarë, pra si të dëshironi ju, mjaftohen që shija të jetë e njëjtë. Pra të gjithë këto produkte të jenë të baratë vlefshme me shijen. Po. Patjetër të marr pakës fare krip. Ja shtojmë mishit, qepës më shumë, se ndihmon për t'u tretur dhe për t'u kthyer në një trajt transparente. Aty e merr shijen, të gjithën. Mbushja e ka shijen aty, te mishit, te qepa, te erëzat që do t'u japim. Dhe e lë sërish të bëhet. Duke i vendosur kapakun. Po. Tek orizi, shtoj dhe në energjikun. Energjiku i shkon orizit shumë. Ja që... Byreku ishte çam, the? Po, në byreku çam. Edhe jugu ka një byrek më duket me oriz, me energjik. Ka Gjirokastra. Gjirokastra, Elvina poshtë. Dhe e quajnë dhe e gatuajnë kryesisht, e gatuajnë, apo s'është ky me oriz, kur e gatuajnë për lehonat. Me shumë energjike dhe me oriz. A nuk e di, ku kam qenë lehon, kam qenë larg. Gjë që s'kishte kusht më bënte mua këtë byrekun. Që kështu? Po kam marruar dhe ato vite, dhe nëse kam bërë, kam marruar. Ja, pra orizin e kam zier në fillim fare, e kam shplar dhe duhet jeti tillë. Ja, duhet jeti tillë. Do ta lë pak sa sërish të bëhet dhe e punoj brumin. Mirë. Që ti largoj unë produktet nga... E zbut pak orizi me lëngun e mishit dhe e shtojmë aty në energjiku që shtuam të orizi, qepa erëzat tek mishi pulës, të dyja bashk përhapin atë aromën e këndshme, të shishme të... Ja të bëj pak edhe shplarje. E enës. Dhe jemi... Se duke punuar paralelisht, edhe mbushja gatuhet më mirë, edhe petët gjithashtu, brumi qëndron pak më tepër, do t'jetë akoma dhe më i butë, edhe më i favorshëm për ti. Dhe në energjiku kur është i thatë, lëshon një aromë të fuqishme. Kur duam të bëjmë gatime të tilla, përdorim në energjik të thatë. Nëse ne duam të bëjmë për shembull qifqit, përsëri në energjikun e thatë, sepse ka aromën e fuqishme dhe më pas ne mund të shtojmë të njomin, por këtu jo. Këtu nuk ja vlen. Dhe është shumë i mirë si çaj. Bo me qetësinë tënde. Dhe sa të bëhet me qetësinë e vet, hapim petët në ndërkohë. Hap petët, zëkullashka të gjitha. Dhe kullashka do bëhet poshtë dhe lartë? Patjetër. Okej. Punohet edhe një herë brumi, kemi dhe pak niseshte që e ndihmon që brumi të qëndrojë i butë, edhe të hapet kollaj. Kur e punojmë dhe e lëm të qetësohet brumi, është akoma dhe më mirë. Për të bërë këtë brumin që duam ne, ja të tillë për shembull, shiko të tillë, shtojmë ku është kripa, është sheqeri. Ku është uthulla, është vaj. Nëse ne nuk duam të shtojmë vaj ose uthull, shumë mirë. Me ndihmën e një veze, të kur themi të veza, themi,
O, Vital, mërë ma beti, kaq. Thiri ndimës, a kur ke nevoj thiri ndimës, edhe unë thëm, o, Vital, vjen vetë ajo, ja. Sa mirë do ishte. O, pak një Pra seshte. në 700 gram miell, kemi këtë brumë. Për një tavë normale të plot të furrave tona, se tavat njësoj janë. Ja, ku kam edhe brumin. Sërish duart asë njëherë mos i lejoni me mas brumi, sepse tërheqin. Po, nuk ju lejoj mirë të hapen petët. Ka sekretet e veta dhe hapja një brumi elastik të mirë, të qëndrueshëm, të butë gjithashtu, të shkrifët kur të piqet, edhe që jep shije. Dhe më thonë që këtu fillon, që tek brumi, me atë ngrohtësinë e dorës, punimin e duhur, edhjen e duhur të përbërësve, ujin e ngrohtë apo të ftohtë, nëse përdorim ujin e ftohtë, brumi do të na qëndrojë shumë i fortë, nëse e kemi shumë të nxehtë, do lëshohet, do jetë qullë dhe nuk do të hapen dot petët, kështu që na duhet një ujë i vakët, intermjetëm për zënjen e brumit. Dhe duket që nga forma fryrja që ka marrë, se sa mirë është punuar dhe sa mirë është zënë. Pra, këtë mas e lë këtu. Po, vazhdojmë me të hapura tani, derisa të bëhet edhe mbushja. Si thoni, ti përmbledhim edhe një herë produktet të byrekut çam me oriz dhe mish pule. Si do të vijoj procesi, derisa Albana të bëj gati këto kulaçkat, unë do t'ju lexoj edhe një herë sa përbërës ju duhen. 2 gota me miell, 2 qep të grira, 2 gota oriz, të cilin e zjeni paraprakisht, 2 vezë, 1 pul fshati, edhe lëngun e pulës, pulën do ta coptoni, pjesën e tulit të saj, dhe do ka urdiset në tigan me qepën erzat, pasi do shtohet orizi me nenegjik. Vaj ulliri pa dyshim për procesin, krip, piper, borzilok, nenegjik, erzat janë në varësi të shijeve, të preferencave të gjithë secilit. Ne zgjodhëm nenegjikun, në recetë keni dhe borzilok, të dyja bashk janë akoma dhe më mirë, dhe patjetër një seshte për të hapur petët. Dhe 3, 2, 5. 5 kulaçka, 5 petë të poshtme. Vezët të t'ja shtojmë aty të mbushjane? Po. 2 vezët o Vital. Mbi, kur të mbarojmë. Pak një seshte, që edhe po të na duhet, e kalojmë më një të gjitha. Ti hapim të njëra pas tjetrës, se edhe ky procesi. Po, nuk është ky, është tjetri. Që është gjitha e? Këshim të madhe. Pa tjetër është. E si është kë puna dhe oklajise dhe thikës, janë ca mjete që Mësohesh. aqë gatuan që e ka në përditshmëri këtë proces, mësohet me atë vegël edhe përshtatja pastaj është pak më vështirë për të marrë në dorë një oklaji tjetër. E lëmë aty, marim ndoshta dhe vajin më pas për ti. Të gjithë masën e një shtes e përdor. Jetë një shumë i shishëm i byrek, ky me këto petët e shkrifta, me kulaçka. Është pak me angari kjo punë, duke hapur kulaçkat, por rezultati në fund është i dukshëm, tek shija që do t'i japi byrekut, se mund t'i binim edhe shkurt, ndanim brumin në 2 pjesë, një petë poshtë, një petë lartë, por kështu mund të ndodhi vetëm kur përdorim zakonisht maja në brum edhe ndajmë 2 petë vetëm për një poshtë, një lartë. I lagim pak, sepse na duhet që t'jenë edhe të buta dhe të shkrifta. Okej, mbarojmë me pjesën e parë, me blokun e parë të kulaçkave, do të kalojmë tek bloku i dytë, atë petën sipër. E punon mirë Albana, i lëmë se sa më shumë të qëndrojnë aq më të buta do t'jenë ato. Ne do të shkëputemi tani për suplementin e ditës, suplementin bimor prostatol, rikthehemi shumë shpejt, na ndiqni. Vazhdojmë punën në kuzhinë për të përgatitur byrekun, ne kemi hapur petën e parë.
Në ato 2 minuta shkëputje, u bashkuan petët e vogla në një petë të madhe nga 5 kulaçkat. Ta luajm pak tepsin tani me Pra, vaj. gjithmonë, japim, në mes, japim me që të hapet peta, më pas e kalojmë dhe të heqim ansorën ja e tillë. Niki tani ti, hape aty të bëj unë petat e tjera. Po. Pra ti e bërë kështu të madhe që ta mbledhim ose ta mbulojmë mbushjen? Po. Të shojmë edhe mbushjen deri ku në çfazë e kemi të zjerjes të bashkimit të produkteve, të orizit, të pulës. Një sekund, se hapa këtu unë, që s'duhet, tale. S'ka problem, është shumë mirë. Jo, i dua të tjenë të gjata shumë ato, s'ka nevoj. Po. Mesin të t'jap dhe vë këtë pjesën tjetër. Ja, thjesht vetëm për ansoret, që t'jetë e puthitur. T'jetë në bazën e tepsis, që të mbaj mbushjen, se mbushja është me thënë drejtën peshon pak. Ka orizin, ka mishin e pulës dhe qepën. Pra bashkojmë meset dhe pra sa më shumë të qëndroj, aq më mirë e kemi. Pak nise shte. Sepse hapet mirë. Shumë mirë. Sa mirë që hapen petët, se janë elastike, dhe kanë qëndruar pak. Pra, ky është sekreti i një pete të mirë është mielli, jo çfarë ne vendosim. Normalisht është koha, duhet temperaturat të jenë, të ambientit të jenë të duhura, dhe Nike sillim këtu tani. Po e mbaj kështu me qenë se këto petët janë të gjata. Ulemi poshtë. Ja. Okej. Gati për të mbajtur mbushjen që ndoshta lëre pak të ftohet. Dhe sa tapi pjesën tjetër. Mirë. Në këtë trajt, as shumë e thatë, as shumë e njomë, një mbushje normale. Duhet jetë. Bizotëron aroma e energjikut, si që ka dhe vetë... Ja, e tillë duhet jetë. E rëzat kombinimin që në zjerje të pulës dhe që në zjerje të orizit në përfundim duke e aromatizuar me energjikun e thatë, sepse ajo është dominuse thjerëz në këtë recet. Pra ideja është që kjo peta do mbështjellë mbushjen dhe do dominoj pjesa e mbushjes në shije. E zbusim. Edhe një vesë që do të na ndihmojë të luajmë petën sipër. Ajo qëndron e bukur, me ngjyrë, e shishme, me shkëlqim gjithashtu. Pak vaj dhe pak krip që të ketë shije. Ma një furç.
E lyem gati për ta vendosur në furrë, në pjekje, pasi ta lyej Albana me vezë, shtresën e sipërme. I duhet një pjekje diku te 30-40 minuta në temperaturën 200 gradë Celsius. Furra duhet jetë e para ngrohur, të njëjtën që kemi bërë edhe ne. Dhe tani i japim fund recetës së parë një byrek i shishëm me oriz dhe mish pule. Mos harroni dhe mos i neglizhoni erëzat, sepse i japim vërtet shije recetës. Pra, pjesës së brendshme. E mbush mirë. Dhe ja një kështu përkatje. Dhe gati për furrë. Lyej. I përsërisim edhe njerë produktet e recetës dhe e mbyllim këtu të parë. Na duhet pak kohë tani për të sistemuar se shife si e kemi tryezën, dhe një leckë, një fshirje të miellit. Dhe direkt në furrë mbas unë të laj duart. Të lumshin duart, 2 gota miell, 2 qep të grira, 2 gota oriz, 2 vezë. E kemi thjeshtuar edhe në gramaturë që ta mbani mend. Një pulë fshati, lëngun e pulës, vaj ulliri, krip, piper, borzilok dhe një seshte për hapjen e petëve. Në vend të borzilokut mos harroni, mund të përdorni edhe në energjikun e thatë shumë mirë, sepse jep vërtet një aromë të mirë. Tani, ne e vendosim për të pjekur. Nëse duam pastaj të zbutur, të butë, kemi lëngun e pulës që Albana mund t'ja shtojë në fund fare pas pjekjes. Shumë pak fare, vetëm thjesht, po me anë të vezës nuk ka nevojë sepse është e butë. E piksa jo, e mban të... Në sa? Në 220 e kam, dhe e qoj të 200 tani. Te 200 e pjekim, ndërkohë, le të shkëputemi për reklama, të sistemojmë tryezën dhe t'ju zbulojmë recetën e dytë. Ju presim pas pak. Mirë se erdhët sërish në kuzhinë, në pjesën e dytë të recetave tona. Do t'ju tregojmë tani një tjetër mënyrë për të qenë prezent me kënaqësi në kuzhinë. Një këto recetat e thjeshta, të shpejta, edhe sot i kemi të tilla. Pra kemi vezë të zjera në tigan. Mbaj mend që e kam bërë... Pra dhe të zjera dhe në tigan, e kam bërë në sezonin e parë këtë recetë. Më ndryshe, patjetër më ndryshe, dhe ne mundohemi që të sjellim, unë mundohem të sjellim receta me variante të tjera. Kam 4 vezë. Si ti shfrytëzojmë vezët në një farë mënyre për që i pres shijuar. Në gjysëm? Në gjysëm, këtu kam yndyr. Po, të shkri gjalpi. Kam vendosur gjalp edhe vaj, sepse është një bashkëpunim shumë i mirë. Dhe shtoj gjysmat. Super. Vezët tona të zjera janë vezë O-Vital. Kemi zgjedhur një prej paketimeve të kompanisë O-Vital për të na dhënë këtë shije edhe këtë recetë të sotme. Ne e përdorim çdo ditë në variante nga më të ndryshme, mënyra nga më të ndryshme se si mund të konsumohen, shfrytëzohen vezët, aq më tepër kur ato janë vezë nga pula të rritura në natyrë dhe na ofrojnë proteinat e duhura, omega 3, omega 6, dhe padyshim të gjithë gamën e komponentëve që i duhet një veze për ta bërë atë të shishme edhe me vlerë dhe cilësore. Padyshim, nëse zgjidhni vezët O-Vital, keni parasysh që i keni në disa paketimet, vogla të mëdha, mesatare, edhe po ashtu edhe për sa i takon vezëve, small, medium edhe large, të vogla, të mesme dhe të mëdhaja. Dihet që janë vezë shumë cilësore që na japin mundësi të marrim të gjitha vlerat e duhura për ta nisur ditën edhe për të gatuar receta të ndryshme. Tani të shohim pak produktet. Këto janë gjysmë vezë të vendosura në një tigan me gjalpë dhe me vaj, janë të zjera. Albana ka ato mënyra truket e saja të zjerjes së vezëve në mënyrë që edhe kur të qërohet, lëvoshkat mos jetë e ngjitur, po na ikën gjysma e të bardhës sepse ajo ka vlerat e veta dhe nuk duhet ta humbasim kur e qërojmë. E para dim që kemi prej kohësh e kemi zier me krip. Në një mënyrë tjetër... Gjethet unë, lëvorën e limonit brenda në ujë, është shumë mirë. Që ta qëroni një vezë, që mos ngeli hatri. Ajo është e pazjerë. Oke, do ta skuqim aty në mes. Për gjithë familjen, mund të shihni pak
këtë të verdhën të kuqen e vezës Ovital, sa solide është, sa e fortë është, çfarë ngjyre ka, shkëlqimi. Pra të gjitha këto janë karakteristika dhe element që bëjnë të dallohet një vezë cilësore nga një vezë e ndenjur, jo cilësore dhe që nuk ka ushqimin e duhur brenda. Vezë të zjera Tigani me djathë të grirë. Ti shohim pak produktet? I kemi zjerë vezët, përveç se kemi zjerë 4 ose 5 vezë në varësi të sa antar jeni ju në familje, 2 lugë gjelle gjalp, 100 gram djath i grirë pice, rigon, turmerik, piper i zi, piper i kuq dhe krip sipas shijes. Një nga arsyet se duhet ta ndiqni, duhet jeni besnik këtu në gatimin e rrezë dielli, është fakti që ne japim shumë prioritet erzave, bimëve aromatike, si përveç recetave dhe traditës tonë. Duke i konsideruar ato, jo vetëm si aroma të ushqimit, që na japin një aromë dhe larmishmëri në shije, po mbi të gjitha se janë shumë të shëndetshme dhe këtë e kemi në favorin ton, edhe me këshillat e ekspertëve. Ndaj dhe Albana është e fokusuar shumë te erza, duke i përzier, duke i promovuar vazhdimisht ato, gjë që është gjëja më e mirë që mund t'i shërbej kuzhinës. Kam djath. Djath pice mund të vendosni, djath i bardhë, them drejtë, nuk është se i jep në një shije, nuk i jep në një shije e duhur, ai sa i jep djath i picës ose djath i mozzarellës. Mozzarella është më i lirë se djath i picës. Po. Prandaj, kur vendosim receta, shikojmë edhe koston e produkteve. Gri në rende, nuk ndryshoj fare pozicionin e vezëve, sepse mua nuk më duhet. Kam pak fare ja, i pa të efektin. Ujë, lëng, çfarë të keni, i shtuam. Djathin më duhet që të mbuloj të gjithë si përfaqen e tiganit. Krejt mënyrë e re kjo për gatimin e vezëve, se duke qenë se është një recet e mëngjesit, pra kur ne konsumojmë edhe në mëngjes. Është një recet syfyri. Po, patjetër. Jo ndër recetat kryesore të syfyrit, pra siç është pitja, ose byreku çam, vezët, ëmbëlsirat që janë ëmbëlsirat e lehta, lëngjet patjetër, por ne kemi kaq ditë përpara që kështu t'i arrim të gjitha. Sikurse kam edhe një recet tjetër shumë të kollajt, pra vërtet të kemi një tryezë të mbushur plot, me pak produkte, por dhe që të mbajnë, kur thot populli të mbajë gjallë gjithë ditën. Edhe me energji. Po dhe me energji, prandaj është populli energjinë e thotë të të mbajë gjallë, të kesh mundësi që të jetosh, mos të kesh uri. Ja. E gjithë kjo masa, kur grihet duket sikur është shumë, por nuk është shumë. Yndyrën nuk e merrni vetëm nga djathi. Kjo është recet për 4 persona, kështu që... Po, patjetër. Sërish, duke u ndarë, përpjestohen edhe kalorit. Një duke lënë kështu të... Edhe pak të piqet. Këtu. I vendosim kapakun. Se në të mënyrë shkrin edhe djathi, edhe mund të kthej edhe nga ana tjetër dhe mund të shijoj. Përmbledhim recetën, kjo ishte receta e dytë, bëhemi gati për vazhdimin e punës tonë në kuzhinë. Vezë të zjera Tigani me djath dhe erza. I duhen 4 vezë të zjera Ovital, 2 lugë gjelle gjalp, 100 gram djath i grirë pice, rigon, turmerik, piper i zi, piper i kuq dhe krip sipas shijes. I rregullon goxha shijen dhe kompleksiteti që i jep përzierja e erzave të ndryshme e bën atë shumë të shijshme, jep një shije ndryshe vezëve. Tjetër, vazhdojmë me recetat tona.
Receta e tretë, kemi nisur tani për anvisat të cilat sapo e kanë për ekranin e Report Televizion, në rrezën tonë, po përgatisim receta të thjeshta të shpejta. Kemi nisur me byrekun çam me pul dhe me oriz, e kemi vendosur për të pjekur në furrë, vazhduam me vezët e zjera, me djath, vezë tigani, vezë të zjera tigani, me gjalp, djath dhe erza. Dhe tani do të kalojmë tek receta e tretë. Kemi qep. Kemi sërish qep tigani. Plot erza. Ja, shiko. Qep në formë unaze, rathësh, të prera kështu trash. Do ta largoj dhe do ta lë. Sa shpejt. Të tillë. Të mpikset pak e lëm. Vazhdon procesi aty. Dhe marr një tigan tjetër. Sa të lexojmë produktet, qep edhe unë të skuqura me erza. Qepën, jetë e madhe, do ta prisni kështu në rrath disje, siç e pat në tas. 2 qep të mëdha, 3 vezë, 2 lugë gjelle miell, 1 tuf majdanoz dhe erza të ndryshme, do t'ja u tregojmë pas pak se çfarë erzash kemi në tryezë. Një salsë shoqëruese për këto qep do të përmbaj majonez, mustard, kos, vaj ulliri, hudhër dhe qep të njoma. Pjesa e bishtave të qepëve të njoma, pjesa jeshile. Kjo pra është receta qep të skuqura me vezë dhe erza. Kam qepët, kam dhe erzat. Marr vezët, në fillim kam edhe një vezë, një të bardhë vezë këtu, që mos atë çoj dëm. Ka një produkt që konsumohet shumë në familjet tona, janë vezët dhe mielli, me thënë drejtën. Në çdo gatim që të sjellësh ta vërtitesh, do patjetër vezën, do një lugë miell, do miellin po ashtu. I rahi mirë. Shtoj masën e kripës. Erzat, si të dëshironi ju. Krip, piper, spesu kuq, pluhur, paprika, djegë si jo. Djegësi ose pak është qepa e tillë, po edhe djegësi e shton. Pak vaj. Miell. Pra jemi duke përgatitur një mas qulli, në të cilën do të zhyten qepët në rrath. Pra, tu unë kam vendosur miell integral, si që pat, që është i errët. Mund të vendosni miell nga farina hap, kekut, shumë i mirë është, derisa unë filloj dhe sasin e kripës e ka, kështu që s'kemi nevojë t'i kriposim. Shtoj qepët që i kam prerë në disqe. Dhe vendos një palë doreza. Derisa dhe vaj të bëhet mirë. Edhe byreku duke u pjekur është, edhe pak edhe e servirim aty. Janë tuar pak me pop. Kjo është gjëndet e vezët, do t'a presim, do t'a lëmë ka pakun një. Ashtu si që është, ajo, këto vendosen. Me ngjyrën në tigan, po, vendosen në, ose dhe themi ndryshe në sahan të mëdhenj, dhe me ngjyrje. Në qik bukë nga kështë e bërë me integrale, misri, që mund të ishte shumë ideale. Po e bëjmë pak më vonë, se kemi sjellë bukën si recetë. Brumi që më ka tepruar nga byreku, që ka vendosur në frigorifer, e mirave është që brumat që zihen, edhe byreku vendoset në frigorifer.
për aq minuta sa që të filloj të mpikse, të mbusha dhe gjithçka. Dhe atëherë ne I vendosim në pjekje. Kjo është metoda më e mirë e brumrave. Ja. Ne po të duam. Niki, jam vendos pak miell nga... Kapim një nga këto? Po, e kuqja është pa aromë. Po, Atëherë, po e pa aromë kemi. Është edhe që jep një volum. Ja, do marrë një gëshër. Po, është dhe pa volum edhe ja. Dhe I lëm të tilla derisa. Nëse të qëndron pak më mirë I bën akoma. Po, derisa unë të filloj të bëj masën. Op, një mbyllje. Ashtu, mi me cepan. Shumë mirë. Dhe jap një përzierje. Derisa, krijon kjo masë që vihet e tillë. Ne po të duam. Pra duhet të lyen mirë qepët, rrathët e qepëve. Për këtë recet ju duhet qepe madhe. Po. Ndër qepët më të mëdha që mund të keni, edhe e bardha dhe e kuqja, sprishpun, duken si makarona aty në tas. Janë lyer me këtë qullin e përgatitur, shohim së bashku se çfarë përmban edhe një herë qulli. Se më pas do t'i shoqërojmë me një salcë shumë të shijshme. 2 qep të mëdha, 3 vezë, 2 luggjelle miell, 1 tufë majdanos, që ne kemi për t'ia shtuar pasi të skuqen, dhe erëza të ndryshme për këtë qull. Ndërsa salca shoqëruese ju kërkon majonez, mustard, kos, vaj ulliri, hudhër, qep të njoma. Për t'i shoqëruar qepët e skuqura me vezë dhe erëza. Po, s'ka problem, do t'i kemi këtu edhe për byrekun. E lë paksa të qëndroj si brumë. Edhe bëhet e vaj në të njëjtën kohë, bëjmë salcën. Tu kam mustard, majonez, kos. Kam shtuar dhe vajin siç e shihni. Shtoj një thelpi hudhre. Më duhet si pure. Jo dhe shumë. E një lugë e përzije, derisa të jap atë formën e një kremi, po. Jetë një trajtshëm, të jetë një ngjyrësh dhe një shije shumë të mirë. Një salcë që e përdorim edhe në sallata të ndryshme. E mirat mirave është por t'i dhënë atë shijen e duhur, jap pak lëng limoni, kaq. Dukur sigur limoni ja shton edhe elementeve salcave të tjera. Po. Ja thekson shijen. Super. Hop, e largoj. Lë vetëm një sekond. Hop, qepët dhe transferoj taljerën. Se kemi vetëm 2 procese tani, skuqjen e qepëve, rrathëve të qepëve në vaj të nxehtë, vaj për skuqje dhe padyshim shoqërimin në pjatë me këtë salcën, të cilës do t'i shtohet edhe majdanozi dhe këto qepët e njoma. Atëre, bishtat e qepët e njoma. I shtojmë në grup, se që thënë të ndahen ato si rrath, se e marrin vetë vëndin në tigan e gjejnë veten aty. O, e kaloj me qullin. Kjo do t'jetë pra qasja e parë me këtë recet. Pastaj, shijojmë, kombinojmë edhe me vezët sigurisht që të dyja shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Kemi edhe byrekun që për ishë së vërtetës më merdi një aromë shumë e mirë dhe mbase do duhet ta sjell.
E lë të bëhet. Ja. Marë qepët e njoma. Ky është pra byreku, ta sjellë këtu në tryez, byreku çam me oriz dhe pul. Shumë i mirë, me aromën energjiku. Dhe vezët këtu ti i mbulojmë pak të jenë mos tahet pjesa e djathit. Marë qepët e njoma. Edhe i pres diagonal. Sa më holl, ja. Sa më holl që të jenë të tilla. Po. Marë. Majdanozin. Provojeni në shtëpi se është një recetë thjeshtë. Nëse nuk arritë ta merrni të plot, edhe për recetat e tjera e kam fjalën recetën, mos u merakosni, keni mundësi ta ndiqni edhe një herë videon e plot të gatimit në YouTube-in e Reze Dielli. Klikoni në YouTube Reze Dielli. Salcat vendosën në frigorifer, gjithmonë. Sa bëhet gati skuqja e qepëve, ne mund të përfundojmë gatimin, por Rezja vazhdon, dita vazhdon, na duhet energji, po duhet shijojmë edhe kafen, duhet shijojmë edhe mokador, që na jep mundësinë që të kemi këtë energjinë e duhur, shijen e mirë të kafes cilësore italiane. Mokador prej 2014 është në Shqipëri, është ka lindur në Itali dhe ka të vërteta të shijen e mirë të kafes, aromë e mirë, cilësinë e kafes, është një sistem i mbyllur, e kam thënë her pas here. Vjen në disa shifeni larmishmërinë sipas ngjyrave, ashtu vjen edhe shija që Mokador ofron për të gjithë ata që e duan dhe janë kafedashës, si të gjithë në fakt, sepse kafja sot dhe Mokador ka një moto shumë të bukur që kafja nuk është thjesht një pije, është një kombinim i traditës, i cilësisë, i pasionit, për të na dhënë energjinë e duhur dhe për të vazhduar ditën. Sot Mokador na ka sjellë se çdo ditë na sjell nga një element të ri për ta njohur më mirë atë si kompani. Unë do të provoja dhe jam shumë entuziaste për ta shijuar kapsulën Choco, që është një kombinim i kakaos, në këtë kapsul, kakao dhe qumësht. Këto kapsula që janë ekologjike edhe pa asnjë element kimik të shtuar, konservante të tjerë, janë të riciklueshme, kanë brenda plot 7 gram kafe në rastin e kapsulave të kafes, në rastin e Chocos që do përdor sot, po ashtu për ta dhënë kremozitetin e duhur, aromën e duhur, shijen e duhur. Po ashtu edhe një pikë e rëndësishme e Mokador është ekspresi që sjell. Sot kemi ekspresin D2 Diva. Është një ekspres në fakt që përdoret kryesisht në zyrat që përdorin kafen, edhe Mokador e ofron ekspresin me kushtin e blerjes së një kutije me kapsulat e kafes. Pra mund ta japi në përzyra në përdorim këtë ekspres fantastik për të përgatitur kafen apo kakaon tuaj me kushtin për të bler pakon e kafes. Po ashtu janë edhe ekspreset e tjerë më një deluxe me ngjyra të ndryshme që kemi përdorur për kafen e përditshme, që janë padyshim në shitje. Unë vura dorën tek i bardhi se kështu e kam këtë preferencë kam. Albana duhet të jetë e kuqja, besoj. Kemi dhe ekspresin tjetër të zi, Mokador, pra më një deluxe është ky lloj ekspresi. Tani unë do të përgatis këtë kapsulën Choco, siç e thash, që ka një shije të parezistueshme të kombinimit të qumshtit dhe kakaos. Siç veprojmë me ekspresin tjetër. Këtu kemi 3 butona. Butoni i parë tregon nëse ti e do këtë pije, se po i them pije të shkurtër, nëse do të plot, dhe butoni i tretë është nëse ti zgjedh sa të duash të mbushësh gotën, sa ke ti nevojë për të konsumuar. Kështu që unë këtë po përdor. Do të pres, të shijoj dhe të ndjej atë aromën që këto kapsula na ofrojnë në përditshmërinë tonë. Sa bukur që nis dita kur ti konsumon kafen që të pëlqen dhe të bën mirë. Do të marr edhe një kapsul tjetër, Choco, për ta provuar, shijuar, dhe pse jo për të vazhduar dhe me të ftuarit. Pas pak do të jemi
Në rrezen tonë, ku do të flasim për një studim të ditëve të fundit, do ta sjell ty këtë të parën. Dhe pastaj po bëj pjesën tjetër se do t'jap dhe doktor Rubinit një aroma është shumë e mirë. Ta shijosh të shkon dhe me ngjyrën e buzëve. Për të folur pas pak për një studim të kohëve të fundit për fëmijët. Ne kemi folur vazhdimisht për dëmin që po sjell teknologjia në shëndetin mendor, në shëndetin e përgjithshëm, në gjumin e fëmijëve, po ashtu edhe në shikimin e tyre. Shifrat tregojnë se ka një raport të ngushtuar mes fëmijëve të cilët vuajnë nga miopia, ka nevojë për syze, të bëftë të mirë, të pash që kishte rënë çik thash, bëj një gjë të mirë, një shije që si reziston dot. S'kisha pi kafe në mëngjes faktikisht. Është fantastike shija, aroma. Vjen nga një traditë e thellë italiane, kështu që duke qenë se edhe këtë shije Mokador ka preferuar ta qasi dhe në tregun ton, ne jemi entuziastë të lumtur. Nëse pija ushqimi të lë atë shijen këtu, do të thotë që ajo është e duhur. Pra nëse filloni dhe konsumoni dhe thoni, sa e mirë, pa pritur, pa e procesuar akoma, truri dhe stomaku, atë gjë si mund të themi ne sa e mirë. Tani them, po sa e mirë. Të lumshin duar, të bëftë të mirë për recetat që na solle sot, bëjmë një përmbledhje të tyre dhe sa të skuqen edhe dy. Ja, janë të bëra këtu, s'ka nevojë. Po sa mirë që morën këtë formën kështu. Kush e mendon se këto janë qep? Afroheni pak për të kuptuar nga afër rezultatin. Ja, salsa. Okej, pra duke qenë se ato zhyten atë qullin dhe ka dhe vezë, kjo gjë i rrethon, kjo salca, kjo qulli, i mbledh. Ato nuk janë të ndara më vete, si copza. E tillë është kjo recetë. Shohim dhe njerë përmbledhtazi produktet e recetës, qepëve të skuqura, dhe me një salcë shoqëruese. Qepët duhet jenë të mëdha, të prera në rrath, ju duhen në një tazë do të përziheni 3 vezë, 2 lugë gjelle me miell, një tufë majdanoz dhe erëza të ndryshme, sipas shijeve dhe preferencave tuaja për sa i takon erëzave, ndërsa salca shoqëruese do të ketë majonez, mustard, kos, një treshe e cila jep një shije delikate në fakt, edhe një shije të një trajtshme, duke shtuar vaj ulliri udhër, edhe qep të njom, ne i shtuam edhe pak pika limoni, sepse ja thekson më tepër shijen. Kjo është receta pra e qepëve të skuqura me vezë dhe erza, do t'i zhysni qepët në këtë salcën qullin që përgatitëm, lërini të qëndrojmë pak, sepse qepa ka veti për të përthithur, edhe këtë qullin e përthith rrethohet, lyhet mirë dhe i skuqin në vaj për skuqe, salcën më pas shoqërojeni, të ftohta të ngrota, si të doni ju i konsumoni. E lodhesh, duke e sqaruar mirë. Po pse më ja? Në hap një marr një të tillë. Të brava, të po e shifja unë se më duket si petull. Si një petull duket në pamje të parë. Ja. Të tillë. Shumë e mirë. Duket shumë e mirë. O të lini të skuqen, që qepët ja të zbuten, të jenë kështu transparente. Nuk do, se thot t'i edhe në psqare, thot prandaj. Pak është fare. E lyem, edhe. Po mirë, nuk e bëje ndot një copë më të vogël. Po i në psqare. Të bëftë mirë. Më lumt. A bërë e kështu tani të meremi. Pam! Jo, se duhet të mbyll programin negatimit. Pas pak shihemi bashkë. Do të flasim për miopin të fëmijët, të lumshin duar, receta do t'i gjeni në rrjetet tona sociale, po ashtu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Shihemi pas pak. Do të flasim me doktor Rubin Topin sot, që është mjek okulist, për një problem madhor, një shqetësim në rritje mes fëmijëve. Bëhet fjalë për miopin. Ç'është ky problem? Thuhet që në të ardhmen edhe të rriturit edhe të fëmijët do të vuajnë në një përqindje të konsiderueshme nga miopia. Doktor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Është një studim në fakt që nuk e di sa statistika serioze kemi në vendin tonë për fëmijët e prekur nga miopia, po nëse bëjmë një krahasim. Shikoni, si mund të jemi? Unë mendoj që është në të njëjtat ritme siç janë sot vendet e zhvilluara, vendet në Europë. Qartë, po sa serioze është situata? Do ishte më mirë kjo pyetje. Situata është aq serioze sa që kjo po quhet gati një pandemi e miopisë.
si që e pandemia e Covidit, kjo po merr për masat e një pandemie globale, sepse keni parasysh diçka në vendet e Azisë juglindore, në këtë moment që po flasim, 80% e popullsisë vuan nga miopia. 80%. Është e frikshme si shifër. Në vendin tonë kemi statistika të tilla? Shikoni, domethënë kjo më shumë vjen nga një diçka që ne shohim në praktikën tonë të përditshme. Pra, llogaritet nga 10 fëmijë që ne mund të vizitojmë në ditë, 2 deri në 4 fëmijë, që mesatare mund të jetë 3-4 fëmijë nëse bëjmë kështu. Pra mund të shfaqë probleme me shikimin. Një mesatare mund të jetë korrekt të themi 3 fëmijë nga 10. Pa 30%. Po shqetësuese gjithsesi. Shumë shqetësuese sepse është edhe një trend në rritje gjithmonë më tepër. Sigurisht që janë faktorët të cilët ndikojnë tek miopia, faktorët teknologjik, duke patur parasysh që nëse bëjmë një krahasim me një 10 vjeçar më parë ose edhe më shumë, dikur ishin raste jashtëzakonisht rralla. Të rralla. Sot qëndrimi përpara ekraneve, përpara tabletave nga fëmijët për shumë orë, sigurisht që kanë ndikuar. Patjetër që ka dhe faktorë të tjerë që mund të na tregoni se çfarë ndikon tek miopia. Si shfaqet? Shikoni, së pari ta trajtojmë kështu. Çfarë është miopia? Miopia është problemi me shikimin larg. Që do të thotë në terma teknik, mund ta shpjegojmë kështu. Globi okular tek personat me miopi është pak më stërgjatsh, pra një formë rrethore, pra sferike, që mund ta quajmë në thojza ideale, që do ishte një person me numër 0, pra që nuk ka nevojë as pak për syze, tek personat me miopi, pra ku numri i syzeve është me minus, pak më praktike për njerëzit, pra flasim për sferën kur sfera është me minus, ky glob okular është më stërgjatsh, është si një tullumbase që është shtypur pak. Rrjedhimisht, nëse vendosim një vizore tek kjo gjatësi aksi e këtij globi, pra, që ta kuptojmë, duke qenë më i shtypur dhe më stërgjatsh, aksi është më i gjatë. Pra kjo gjatësi e aksit më e gjatë, pra ky glob okular më i gjatë se sa ç'duhet të ishte, bën të mundur që shëmbëllimi i figurës në vend që të reflektojë në makula, pra në retin fiks aty ku duhet, pra nëse personi thash do kishte numër 0 dhe globi okular do ishte një sferë perfekte, po e quajmë, duke qenë më stërgjatsh, nuk reflekton në retin, po del pak më përpara retinës. E kuptova. Pa te pjesa fundore, dhe këtë e korrigjon ajo syzja për personat me miopi që është sfera me minus. Pra e çon shëmbëllimin e figurës që të bie mbi retinë. Kështu funksionon që ta kuptojmë. Pra, këtë i shpjegoni edhe prindërve, të cilët si reagojnë kur gjatë vizitës që vinë për të bërë fëmijët e tyre një kontroll rutinë që kërkon edhe shkolla, edhe vinë ndoshta nga shqetësimet nga mënyra se si ata e shohin qasjen e fëmijës në leximit. Kur viziton shumë fëmijë, logjikisht çdo gjë është me një probabilitet matematikor. Ne kemi edhe prindër që reagojnë shumë keq. Për shembull? Ka prindër që dëshpërohen, fillojnë qajnë, se mos reagojnë keq ndoshta ndaj fëmijëve të kanë thënë mos reagojnë keq në kuptimin që ka prindër që bëhen agresiv në atë moment. Derisa qetësohen, ndoshta mund vin pak më vonë apo mund vin në një moment të dytë. Kur e kuptojnë që shiko, kjo është një diçka që s'ke ç'i bën tani dhe duhet marrim masa që ta korrigjojmë dhe përballemi me këtë fakt. Po. Kështu që pra, gjithçka, ti shikon gjithçka sepse njerëzit janë të ndryshëm në reagimet e veta. Cilat grup mosha vinë më së shumti, pra që janë të prekur edhe që... Po, shikoni, sidomos fëmijët që qysh në moshë të hershme, prindit i kanë lejuar të kenë qasje me pajisje digjitale. Qartë. Dhe kryesisht fëmijët që nuk kalojnë shumë kohë në ambient të jashtëm. Po. Ne mund ta prekim këtë, kjo është shumë thelbësore në bazë studimeve të fundit. Pra, duke shpjeguar dhe faktorët që po ndikojnë. Një kohë minimale që llogaritet mesatare duhet të jetë 2 orë në ditë e ekspozimit i jashtë, pra ka një drite natyrale,
ne fatmirësisht jetojmë në një vend mesdhetar, ku një ndër pasuritë më të mëdha që ne kemi si vend është dielli. Por fatkeqësisht në kushtet e sotme që familjet shqiptare, sidomos familjet që jetojnë në qytet, jetojnë, pra ku ndoshta prindit janë punë, fëmia me një pas shkollës duhet të rinë në shtëpi pres kthimin e prindërve. Ndonjë kurs, pra gjithçka është brenda. Është e tillë, po. Qëndruar jashtë. Pra shumica e jetës kalon në ambient të mbyllur, automatikisht kjo kthehet në një dizavantazh shumë të madh për sa i përket çështjes së instalimit të ky fëmijë të problemeve në lidhje me miopin. Qartë, dhe jo vetëm, edhe problemet e tjera. Pra, në fakt është një rreth vicioz, është një, pra, nuk është vetëm qasja karshipajisjeve digjitale. E qartë. Qasja karshipajisjeve digjitale e tepruar gjatë ditës, në fakt është e bashkëshoqëruar me një mungesë ekspozimin shumicën e rasteve, me qasjen me një jetë aktive jashtë këtij fëmije. Që do thotë një sakrificë e vogël për t'i nxjerrë fëmijët paktën 1 orë, 2 orë në natyrë, kudo që të jenë, në lagjen e tyre, mjafton të jenë jashtë në ambient. Natyrisht, tu nuk duhet harruar dhe faktorët genetike, sepse nuk diskutohet që genetika është shumë e rëndësishme. Pra, një fëmijë që ka prindrit miop është predispozuar të jetë dhe ai miop në të ardhmen? Pra, nëse të dy prindrit vuan nga miopia, pa kanë syze me minus për larg, 60% ka shanse që ky fëmijë të jetë dhe ai miop. 60%. Por një statistikë shumë interesante është kjo, që edhe publiku të kuptojë rëndësinë që sa e rëndësishme është që fëmia të ekspozohet minimumi 2 orë në dritë natyrale jashtë. Do ta tregojmë statistikën më njëherë sa kemi një shkëputje të dedikuar, pak sekonda dhe do të na rikthej përsëri në bisedën, doktor. Përveç statistikave që doktor Rubini do të na tregoj, po flitet që deri në 2050-ën shumica e planetit do të jetë me syze. Po, është e vërtetë. Pandemia e re globale. E kemi trajtuar ndoshta edhe në të kaluarën, por kjo është shqetësuese si statistikë, sepse sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri në 2050 mbi 50% e planetit, pikërisht nga faktorët që përmendëm, pra qasja gjithmonë më tepër në pajisjet digjitale, jetesa në kushte larg natyrës. Po larg natyrës, brenda në ambient të mbyllur. Pra mendohet që mbi 50% e planetit do vuajnë nga miopia. Pra jo rastisht, siç e tham pak më parë, mendohet që kjo po shkon në nivelet e një pandemie. Qasit sigurisht teknologjia është ajo që po e sjell në këtë rast kaq serioz tek fëmijët, duhet trajtuar, duhet u dhënë këshilla prindërve, por ju thatë, është genetika ajo që luan një rol kryesor në këtë problem të syve. 60% janë shanset që fëmijët që kanë prindrit me miopi të jetë dhe ai në të ardhmen një miop. Eksakt, si kudo tjetër genetika është shumë e rëndësishme, por do t'ju jap një shembull të kundërt tani. Se sa e rëndësishme është që fëmia të ekspozohet minimumi 2 orë në dritë natyrale, pra të luajë për jashtë apo ketë një aktivitet për jashtë. Ideale do jetë në vend ku ka pemë, ku ka ngjyrë shile. Eksakt, po. Sidomos me dritë natyrale, dritë diellore. Po. Kjo përqindje 60% nëse i ketë të dy prindit me miopi, automatikisht shkon 3 herë më pak, shkon 20%. Pra, llogaritë sa e fuqishme është natyra, dielli, qëndrimi jashtë. Kështu që vërtet ka një predispozicion genetik, por nuk është gjithçka. Ne mund ta frenojmë në një farë mënyrë, mund ta patjetër me ekspozimin në dritë natyrale, pa diskutim. Pa diskutim. Si mund të kuptojnë prindrit fëmijën e tyre që ka një problem me shikimin, që teknologjia po e dëmton shikimin e tij? Cilat janë ato karakteristikat kryesore që prindrit duhet të jenë të vëmendshëm si në çdo sinjal që jep? Shumë e drejtë. Ka disa shenja tipike. Qysh tek më e thjeshta fëmia i picoron syt, pra është ulur duke parë një program televiziv i bën kështu syt kështu. I mbledh. Ose mundohet të japi një farë këndi që mund të jetë një miopi e shoqëruar edhe me problemet e astigmatizmit. Pra numër cilindrik plus miopi, që është e shpesh dhe kjo shumë. Tjetër, mund t'i fërkoj syt. Nga që nuk fokuson dot nga sikleti i fërkon syt. I bën kështu. Mund të ketë një lloj kështu pulitje të qepallave të tilla kështu. Lloj pulitje të qepallave, pra ky lloj veprimi kështu. Pra, dhe sidomos edhe ajo dëshira për t'u afruar tek ekrani i televizorit, ose ajo dëshira për t'u afruar tek
ekranit celularit ose tabletit. Kur ne i themi, shiko, qëndro drejt, mbaj posturën, mos u afro, duke menduar që është aq kurioz dhe aq interesuar te ajo çfarë po sheh, pa kuptuar që mund të jetë një problem me shikimin. Shumë e vërtet. Kështu që këto shenjat që janë tipike mund të jenë një këmban alarmi për prindit, që patjetër ky fëmijë duhet paraqitet tek mjeku okulist, tek mjeku specialist që të bëjë një vizitë të saktë dhe të shihet cila është baza e shqetësimit që ka. Por, thënë kjo, jo gjithmonë ajo pulitja kështu apo fërkimi i syve tregon që fëmia ka nevojë për syze. Çfarë mund tregoj tjetër prandaj vizita është e rëndësishme që duhet ndarë saktë diagnoza se cila është problematika e këtij fëmie. Për shembull, disa raste që kam parë, ka fëmijë të vegjël dhe të rritur që kanë një pulitje të theksuar, pra një mbyllje të plotë të syve kështu. Shumë e vërtet. Çfarë tregon kjo? Përveç se miopisë dhe thatë që ka kjo pulitja pra brenda pak sekondave e tillë. Pra jo për plasje e shpejtë me ritëm e çepallave, po mbledhje. Kjo mund të jetë tregues si i një nevoje për syze, siç e tham pak më parë, por mund të jetë tregues fëmia mund të ketë një formë alergjie të syve. Po. Që shumica janë alergjisë sinore, sidomos tani jemi në muajin mars, fillojnë këto probleme dhe ne kemi gjithmonë më tepër pacientë të tillë. Mund të ketë edhe që ndoshta këtë shumica pacientë e publikut që na ndjek nuk e dinë, është një fakt interesant mendoj. Mund të ketë probleme me parazitet intestinal. Parazitet e zorëve mund të japin pulitje të syve? Eksakt. Dhe toksinat që këto parazit lëshojnë nga prezenca atyre në trupin e fëmisë, duke qarkulluar në gjak, është një mekanizëm interesant, bëjnë këtë lloj pulitje kështu të syve. Qartë. Dhe kur ne ja themi, sidomos nënave që sjellin fëmijët në shumicën e rasteve, thot fëmia im ka vuetur nga kjo, ose vuan aktualisht, ose unë po e trajtoj, thot. Pra, dhe ne shpeshherë i këshillojmë, përveç se japim një mjekim me pika, pra që është i përshtatshëm në këto raste, për fëmijët, i këshillojmë patjetër të bëj analizat e feqeve të fëmijës për të zbuluar nëse vërtet e ka këtë apo jo. Nëse fëmia ka këtë praninë e parazitëve që duke jetuar në ambiente publike, kopshte çerdhe dhe shkolla, padyshim që është mjaft e përhapur dhe ajo patjetër duhet trajtuar se sjell dhe problematika të tjera shëndetësore, po ja që ky element i tillë i pulitjes së syve nuk na shkonte mendja që mund të kishte lidhje edhe me parazitët, ndaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për prindërit. Jo gjithmonë janë kaq të thjeshta sa duken problemet. Janë dhe më të komplikuar. Mendja në fakt na shkon tek qëndrimi i gjatë në ekran ose tek problemi me syt, po tek parazitët ndoshta. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme një vizitë saktë. Dhe gjithmonë unë jap të mesazh, mos të neglizhojnë. Pra, fëmia në momentin e parë që dyshojnë për një problematikë të caktuar, fëmia patjetër duhet të dërgohet për një vizitë tek mjeku specialist. Qartë. Si trajtohet, cilat janë format e trajtimit të miopisë dhe a shërohet ajo? Fatkeqësisht, në momentin që miopia instalohet, nuk ka regres. Pra, po u instalua numri me minus, kjo nuk ka regres, mund ketë ndoshta një ulje të vogël të numrit në kushte të ndryshimit të mbi ngarkesës së punës apo të qëndrimit pajisjeve digjitale, pra nëse ti ul atë nivelin e lodhjes ditore, po i quhem, po jo që ai numër të kthehet në zero. Pra nuk ka regres, po thoni që një personi që vendos syze po për shkak të miopisë i ka gjithë jetën. Po. Dhe kjo duhet evituar në maksimum, sepse është një diçka që nuk ka kthim mbrapa. Pastaj, natyrisht përveç syzeve të duhura që përdoren në këtë rast, natyrisht siç e them pasi vizitet saktë, mund përdoren në raste të caktuara, sidomos të rritë preferojnë këtë. Në vend të syzeve përdorin lentet e kontaktit. Janë të shëndetshme lentet e kontaktit raport me syzet? Dhe çfarë i diferencon ato të dyja? Tani, unë si mjek okulist, gjatë gjithë karrierës time, kur nuk i rekomandoj lentet ju dhe vetë keni syze, përpara kështu që do të kishit vendosur syzeve dhe do t'ju argumentoj pse. Sepse sa do cilësore qoftë lentja e kontaktit, që pse jo mund t'jetë një lente më e shtrenjtë se zakonisht, që këtë quhen lente ditore, pra
ti hap një çift të ri të nesërme në mëngjes, paketë të re, çiftin e ri të lenteve, për secilin sy janë 2 lente, dhe ti amballazhin që hap ti e flak. Dhe në fund të ditës, që nuk rekomandohet më shumë se 8 orë në ditë mbajtja e lenteve, mbi 8 orë është e parekomanduar. Pse mbledh mikrobe? Patjetër, aty do dalë. Pra gjithsesi ajo është një trup i huaj, pra sado luks tjetë, sado ti mund të përdorësh lente ditore, pra që ti i flak dhe të nesërmen hap çiftin e ri të lenteve, ajo është prap një trup i huaj për syrin e njerëzit. Pra vjen një moment që duke qenë se shumica i zgjedhin për anën estetike kanë përshtypje. Patjetër, ajo është natyrisht, patjetër që është ana estetike që ndikon në këtë zgjedhje, ose qoftë dhe një çështje praktike kur ti merresh me një sport apo të tjerë. Qartë. Por prapa ai është një trup i huaj. Dhe aty ka 2 gjëra. Vjen një moment, siç ndodh shpesh me shumë prej përdoruesve, që syri nuk e toleron dot më kollaj. Dhe vazhdimisht irritohet, skuqet, ka ato ndjesinë e kruare se gjitha këto me radhë. Po. Dhe pse jo, që na ka ndodhur shpesh, unë kam pasi pacientë tani afër në fakt, që arrin në infeksione të syrit për shkak të lentes. Ka raste keratite, konjunktivite, pra ndonjëherë edhe lodhe pasoja, sepse keratiti mund të lejë njolla të bardha në xhamin e syrit, në korne. Në vend të rregulloj shikimin, ndoshta pra, e cila është llogaritur të jetë transparente, pra jo rastisht në gjuhën popullore quhet xhami i syrit, kornea, pra duhet të jetë transparente si një xham i kthjellët. Ky infeksion lë njolla të bardha dhe të ulë përqindjen e shikimit. Në vend të rregullosh diçka, po prish diçka tjetër. Eksakt. Por është dhe lazeri, kuptohet, që është bërë dhe ndoshta pak i modës për të rit. Por ama i cili, duhet thënë, kjo është mirë që publiku ta di këtë, këshillohet mbi moshën 22 vjeç. Mos t'i besojnë shumë internetit, bota gjithmonë më tepër shkon drejt biznesit. Pra thonë 18 vjeç e lartë është okej. Në fakt 22 vjeç e lartë është shumë e sigurt se sa 18 vjeç e lartë. Për çfarë përdoret lazeri? Për të eliminuar kryesisht miopin, por edhe hipermetropin, pra edhe kur numri është me plus, sepse ka persona që kanë numër të lartë, por që numri është me plus. Pra hipermetropi, pra e kundërta e miopis, pra ku globi okular, nisemi të shpjegimi fillestar, nuk është stërgjaqës si të miopia, por nga ajo sfera perfekte është më i shtypur, më i vogël. Pra gjatësia aksit është më e shkurtër. Kështu pun ta imagjinojmë. Vetëm se lazeri është shumë i suksesshëm tek personat me miopi, sesa tek personat me hipermetropi. Jo gjithçka është absolute, pra ka raste personat me hipermetropi janë shumë okej, por ka raste që, pse themi nuk është shumë i suksesshëm, ka raste që te personat që është numri me plus, pra për hipermetropi, ka një rikthim të numrit mbrapsht. Doktor, ju ka ndodhur ndonjëherë që se ka fëmijë që e kam bezdik të pjesën e mbajtjes dhe të vendosjes së syzeve, pra ju do të bënin nga ana tjetër dhe rolin e psikologut për t'i bindur ata, për t'i vendosur syze. Ajo është e përditshme. Është e përditshme. Është atëherë, ka shumë fëmijë që mezi pranojnë mbajtjen e syzeve. Duhet një koordinim pasaj i mjekut me prindrit, që të gjejë formulën e duhur, ndoshta një skelet që atë e tërheq, pa me një nga këto superherojt që fëmija mund ketë që pëlqen, por që duhet gjetur një mënyrë që ta bindesh atë fëmijë. Sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Po, është gjetja e problemit në fazat e hershme, si çdo sëmundje që themi, kur kapet në fillim kjo pjesë, apo miopia siç vjen ashtu është, nuk është se ka gradë. Po, përpara se të përgjigjem se pyetje, po ka dhe një fenomen shumë interesant, sado kokëfort qoftë fëmia, momentin që ai fillon ato e kanonet e fazën fillestare dhe ndihet mirë me shikimin, fillon pasaj bindet dhe i kërkon vetë, sepse e bën krahasimin vetë. Pra, fëmijët sot janë shumë inteligentë, është një brez shumë i zhvilluar, me thënë vërtetën, dhe e kuptojnë, pra e shikon ndryshimin, edhe, unë po shikoj mirë me këto, thotë. Qartë. Dhe gradualisht fillon bindet. Pastaj, për të përgjigje pyetjes tuaj, gjithçka që i përket shëndetit të njerëzit, koha është dominante absolute. Pra, sa më shpejt aq më mirë. Çdo problem i kapur në kohë është më mirë. Pra, sepse ti këtë problem e kap në kohë, e adreson qysh në fillim, dhe duke marrë masat e duhura, ti nuk lejon që ai numër të ketë një rritje
të pakontrollueshme. Të pakontrollueshme. Po gjithsesi regresi mbrapa nuk themi përsëri dot. Fatkeqësisht miopia e tham që është mund të ndodhë një regres i vogël, po një regres absolut është e pamundur. E vërtet. Sepse, ta kuptojmë dhe te mekanizmi, nisim gjithmonë te shpjegimi që bëm në fillim se çfarë është miopia. Momentin që ky glob okular ka marrë një formë sadopak stërgjatëshe, nuk e të kurrë dot më. Qartë. Është patjetërsueshme. Patjetër. Momenti i tillë. Cila do të ishte këshilla për shkolla ndoshta, për të folur rreth këtij shëndetit të syve që ndoshta lehet minjan, sepse themi se është diçka e familjes, po edhe shkolla. A mund të them diçka interesante përpara kësaj? Patjetër. E kundërta vlen tek numri me plus, më shumë për publikun sepse janë gjëra që ndoshta si kanë dëgjuar më parë. Pra ai globi okular, pra syri, që është si gjatësi aksi më i shkurtër se ç'duhet, nga që fëmia rritet dhe ai syri si organ do rritet bashkë me fëmin, një numër me plus që në shumë fëmijë është një numër i konsiderueshëm, vjen duke u të kurrur. Ai numër edhe ka raste edhe zhduket. Sepse aksi zgjatet dhe shkon aty ku afër me idealen në një farë mënyrë. Për syt me ngjyrë, pra se të kalojmë të këshillat për shkollën, nga shkollat, se më vjen kështu të drejtë për drejta. Qëllimi jonë është t'japim gjëra që njerëzit nuk i dëgjojnë për ditë. Po. Kjo është kryesorja. Sytë e zi, kaf, jeshil, blu. Shikoni, nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë për sa i përket temës kryesore pa miopisë me ngjyrën e syve, por ka një të vërtetë këtu. Sytë sa më e çelët qoftë ngjyra, aq më delikat janë karshi ndjeshmërisht karshi dritës, atë që në gjuhën tonë quhet fotofobi, pra frika nga drita, por edhe karshi alergjive. Pra sytë që kanë ngjyrë më të errët janë edhe më të fortë. Po, irritohen më shpejt, janë më të prekur nga alergjia. Pra, ne këtë e shohim edhe në praktikën tonë, faktikisht. Kështu që nuk është se ka një... Pra sytë me ngjyrë kanë bukurinë, po kanë disa avantazhe që janë më të ndjeshëm në krahasim me sytë me ngjyrë të errët. Natyrisht që gjitha këto nuk janë 100% absolute, por ne e vëmë re edhe në praktikën tonë që shumica këtyre që thamë qëndrojnë. Pa nëse bëjmë statistikë sipas praktikës që ne kemi për ditë. Po, këto janë të vërteta. Ka njerëz që për të ndryshuar ngjyrën e syve vendosin lente. Është e dëmshme kjo? Atëre, vendosin lente një, e dyta, në këtë moment që po flasim, që po kthehet gradualisht në mons, po dhe këtë besoj publiku ende nuk e di, ka dalë dhe teknologjia që nëpërmjet një lazeri të caktuar, që është apo safat për atë punë, ndryshon në mënyrë permanente, në mënyrë të përhershme ngjyrën e syve. Me anë të lazerit, teknologji e fundit kjo. Po. Pra, unë që kam sy kaf për shumë, mund t'i bëj bojqelle me lazer dhe më qëndrojnë ashtu gjithë jetën. Po, është e vërtet. Ka pasoja? Atëre, pikërisht do dalë, është pak herët për ta gjykuar shumë saktë se si do jetë afat gjatë, sepse nuk ka kohë për ta parë këtë. Pra kjo sapo ka dalë. Po bëhet për ditë, ka vendet, sidomos të zhvilluara është një ndër. Nuk ka arritur ende në Shqipëri kjo teknologji. Ende jo, me sa di unë. Por natyrisht që unë si mjek jam pak skeptik pa parë ecurinë e kësaj afatgjatë. Dhe efektet e më vonshme që do të ketë. Ne shqiptarët e kemi atë shprehjen e famshme, janë sytë e ballët, është drita e syve, themi ne. Po, vërtet. Pra një diçka që, okay, ti për bukurinë mund bësh lloj sakrificash, po a rrezikohet drita e syve për bukurinë? Kjo pastaj një çështje që ha shumë debat. Vërtet është. Për të kaluar tek këshilla që do të jepni shkollave, çfarë ndihme, çfarë duhet të bëjnë ato? Shikoni, fatmirësisht, dhe këtu duhet lavduar dhe roli i juve si media, po dhe i mediave tjera, nëpërmjet këtyre bisedave që ne zhvillojmë vazhdimisht, është bërë një ndërgjegjësim gjithmonë më tepër. Dhe çka ka ndodhur këto vitet e fundit, përveç detyrimit nga Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit bashk, që kur fëmia regjistrohet në klasë parë apo në parashkollor, duhet marrë një lloj certifikimi, pra një dokument zyrtar nga mjeku okulist, dhe bashkë me këto dokument bëhet dhe regjistrimi. Tani çka ka ndodhur këto 2-3 vitet e fundit, ndodhin dhe depistime të rregullta në përklasa, në përshkolla. Dhe ky është një hap për t'u lavdruar. Unë kam qenë një ndër promotorët e kësaj, me thënë drejtën,
Edhe fatmirësisht edhe ku na kam pyetur, kam qëndruar fort te ky qëndrim që duhet patjetër kjo të bëhet në mënyrë shumë të rregullt dhe shumë të rrept. Patjetër. Dhe kjo ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Sepse ne na vin prindit thonë kanë qenë te shkolla thonë. Fëmia nuk ka dalë mirë te prova e shikimit dhe na kanë rekomanduar patjetër të bëjmë një vizitë te një mjek ose mjek okuliste. Qartë, përveç kësaj, përtek kësaj që është një protokoll që duhet të zbatohet nga prindrit, por shkollat nga ana tjetër për shkak të mbipopullimit të klasave, ka fëmijë që qëndrojnë shumë larg ose shumë afër madrasën. Sa duhet të jetë ky raporti i qëndrimit në largësi me madrasën i fëmijëve dhe ka dhe prindër të cilët tregojnë që ka shkolla që kanë hequr fare madrasën e zezë dhe në vend të saj kanë vendosur atë ekranin e madh, iPadin e madh që fëmijët të shohin aty dhe ndoshta për shkak të pozicionit të dritës dritares ku është e pamundur ndonjëherë që fëmia të përqendrohet dhe të lexojë rregullisht dhe qartë në ekran. Në fakt, ne si mjek okulist të zëvendësimin e drasës së zezë me këto ekranet gjigant dhe LED, që janë si një lloj iPadi gjigant mund ta quajmë, që shpesh janë dhe me touch mos gaboj. Po. Rrezatimi këtyre ne nuk është se i përkrajmë shumë përdorimin e këtyre në fakt. Po tani bota dhe teknologjia po zhvillohet kaq shpejt, ndoshta është e pamundur sado që ne nuk e këshillojmë, është e pamundur kjo të evitohet. Po nuk e zënëson as pak atë drasën e zezë, shkullsin. Të paktën në këto raste kur kemi të bëjmë me një tabel digjitale, të paktën të respektohet një distancë e caktuar, e cila do ishte ideale do ishte 4-5 metra. Aq është klasa. Por që këto janë pasaj kushtet pasaj që unë po flas çfarë ajo këshillueshme, por sepse ndryshe je shumë afër me rrezatimin. Dakor, po është e domshme në kuptimin për fëmijët të cilët vuajnë nga miopia, në një ekspozim të gjatë, po. Por ka dhe diçka. Sa orë qëndron në klasë një fëmijë, aq do qëndrojë deri te drasa. Presupozohet që mund të jetë me ndërprerje kjo, mendoj, nuk e di tani, unë e paragjykoj të në çka kushtesh zhvillohet, por presupozohet që jo gjithmonë është mënyrë interaktive me tabelën, por natyrisht sa më pak aq më mirë është, ne e thamë më parë. E kuptova. Rrezatimi digjital është i domshëm. Qartë, e kuptoj. Është një ndër faktorët bashkë me qëndrimin brenda, numër 1 që fëmijët gjithmonë më tepër kanë probleme me miopin. E kuptova. Faleminderit për shpjegimet. Do doja të pyesja dhe të prekja pak në lidhje me një shqetësim që jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit, kryesisht të rriturit, edhe nga eksperiencat e të rriturit dhe personale, është ky tiku nervor duket sikur ke një lëvizje të qerpikëve të sipërm ose të poshtëm të syrit. Ka lidhje me problemin e syve, me shikimin apo fshihet diçka tjetër pas saj? Shikoni, me të drejtë pacientët vinë të alarmuar nga kjo. Sepse në mënyrë të pavetdijshme të dritet duket sikur ke një rrudhje të syrit. Ka qepallat e syrit, po. Dhe normalisht vinë të alarmuar, duan dinë ç'është kjo, ç'a po ndodh. Në fakt ajo nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë dhe burimi i saj, pra shkaku i saj nuk është syri vet. Por kemi të bëjmë me një shkarkesë nervore, pra në gjuhën mjekësore kjo quhet blefarospazm, apo tik nervor, që njerëzit ta kuptojnë më saktë. Sepse kjo shkarkesë nervore buron në fakt nga 2 faktorë kryesor. Do të shoj edhe një faktor tretë, vazhdojmë po me kuriozitetet njerëzit që kanë një gjuhë shumë. 2 faktorët kryesor janë pagjumësia një, pra e hasim shumë shpesh te pacientë që vuajnë nga pagjumësia dhe kur ne i pyesim e konfirmojnë këtë gjë. Dhe faktori i dytë po aq i rëndësishëm, një stres dhe ekspozim i madh ka një stresi fizik ose psikologjik. Ose të dyja njëkohësisht. Pra, në shumicën e rasteve kur ne ja adresojmë këto pyetje, ne marrim një përgjigje pozitive. Por, mund të nxitet shumë edhe, këtu dalim te pjesa e kuriozitetit, nga përdorimi i shpeshtë i kafeinës. Persona që përdorin shumë kafeinë, nuk është çudi që të vuajnë nga blefarospazma apo tiku nervor. Qartë. Pra, mos e shihni tek problemi me shikimin, nuk ka lidhje të drejtë për drejtë, por indet rreth syrit dhe vetë syri janë kuptohet inde shumë delikate. Dhe ajo shkarkesa e ka më kollaj shkarkoj aty si duket. E kuptova. Ju falenderoj shumë, doktor Rubili, për të gjitha këshilla dhe kuriozitetet që ndam sot në publikun. Punë të mbar, ne do të shkëputemi për publicitet dhe do të rikthehemi me rubrikën Bëje Vet.
Jemi në rubrikën tonë Bëj e Vetë me Stella Nikola duke bërë gati produktet për të treguar gjithmonë receta praktike në kushtet e shtëpisë. Mirë se erdhe, Stella. Mirë se u gjeta, gjithmonë një kënaqësi. Pranverë sot, kështu pranverë. Po pra, jemi dalë kështu me... Duke shumë bukur, duke shumë bukur. Faleminderit gjithashtu. Që do na tregosh sot, çfarë këshillash praktike do të ndajmë me publikun? Kam menduar një 2-3 këshilla që mendoj që janë interesante për zonjat që na ndjekin, sidomos për rrudhat e fytyrës, sepse duam s'duam i kemi ato vitet siç e kemi thënë. Kështu që pse jo, her pas here ne kemi treguar maska të ndryshme me... O kemi treguar në këtë rubrik maska natyrale? Për rrudhat e fytyrës, por duke qenë që ka shumë maska dhe pse jo mos t'i ndërojmë her pas here. Edhe ka menduar dafinën e kemi përdor këtë dimër për këto griprat, undët, kollën. Kollën të gjitha, edhe unë kështu duke qenë qik natyrë kurioze, mendova pse jo mos të bëjmë një mask me dafinën. Super. Kështu që dafin besoj kanë të gjithë njerëzit në shtëpi, nuk është se është e vështirë për ta gjetur, nisë shte na duhet, edhe ujë. Kaq, vetëm kaq. Dafin dhe nisë shte dhe ujë. Fytyrën, krem fytyre me 2 përbërës. Po, atëre, marrim disa flet dafine, 10 po marrim. Gjethe të tilla. Unë i kam vendosur këtu. I vendosim në një, unë e kam vënë në një gotë që të duket më mirë për zonjat që ta kuptojnë. Dhe uji është i vakët? Po, është i vakët edhe lëngu që del nga... Lëshimi i gjetheve të dafinës, dhe se do të jetë dhe me aromë fantastike të dafinës. Po, pra ne këtu tani jemi mbushur me këtë aromën e mirë të dafinës, sepse largon ato dhe energjin negative. Po, e ka këtë efekt, edhe kur e djegim si gjethe. Po, e drejtë. Kështu që e hedhim në një tenxhere, hedhim vetëm lëngun e dafinës, edhe nisështen. Nisështe hedhim 2-3 lukë të tilla, e vendosim në zjarë, dhe e trazojmë, derisa të bëhet një masë. Ju e dini që nisështeja krijohet ajo masa e trash që... Po, ajo fillimisht do cimentohet dhe më pas... Tani kjo është akoma e nxehtë, edhe prandaj është pak e ujët akoma. Ende në gjendje të lëngë, do të filloj të ngurtësohet, edhe nëse ne vendosim të qëndrojë në frigorifer, procesi i ngurtësimit do të jetë më i shpejtë, ndaj në ato enët e vogla të qelqit. Si është që e vendosa këtu, që është pak me freskët, filloj që të trashet si lëngë, si ajo mualebia që bënim për bebeve. Provojeni në fytyrë. Këtë tani do të vendosim në fytyrë, ne si gjithmonë e testojmë të e vendosim të duar. Sepse fytyra duhet jetë e pastruar, jo me make-up. Ndaj edhe testin që ne bëjmë këtu, është në sipërfaqe të dorës për të kuptuar sipërhapet. Kjo është shumë e butë, edhe të jep atë efektin pak si botox. Duhet ta lëmë... Nga prania e dafinës. Kjo nuk është se të bezdis që edhe ta mbash në shtëpi, nuk është edhe dukshme për efekt që mos të trëmbim pjesëtarët e tjerë të familjes. Kështu që mund ta mbajmë mbi 3 orë, është më se mjaftueshëm. Kjo fillon bëhet njësh me lëkurën, edhe iqet pastaj se iqet sikur të reqe dhe ato edhe pikat e zeza, edhe qelizat e vdekurat, të gjitha edhe plus pastaj dafina në qetëson komplet. Në gjitet në fytyrë. Mirë, me këtë maskë ne nuk do të trembim asnjë, po me maskën tjetër tani që ka dhe kafe brenda. Prandaj e cilësova. Po ka një efekt të fortë edhe maska e dytë. Por që Niki duhet të cilësojmë diçka që bukuria do sakrifica. Ka dhe sakrifica, po. Ka kostet e veta. Normale. Mbi të gjitha. Do bëjmë këto maskat që nuk na pëlqejnë për momentin, por pastaj jemi të bukur. Do t'i marrim rezultatet. Edhe maskat me produkte natyrale duhet të jenë sistematike në përdorim që të marrim ato rezultatin final të durën. Duhet jemi të durushëm, nuk e kemi atë efektin direkt, por me kalimin e kohës pastaj i shikojmë ato benefitet. Kanë këtë benefitin që nuk kanë efekte anësore, janë krejtësisht natyrale, janë ushqyese për fytyrën, asnjë gjë nuk ju ndodh nëse i përdorni, sepse janë edhe për të gjitha tipet e lëkurës. Dhe për më tepër nuk preket as xhepi. Po. Si në rastin e dytë. Po kjo mask për çfarë është? Atëherë këte kemi për pikat e zeza. Edhe për pikat e zeza janë pak problematike. Unë po bëjnë që këto maskat që përdoru në shtëpi. Që goca është ajo mosha që fillojnë e krijohen këto pikat e zeza. Edhe duke qenë që s'dua absolutisht të marr produkte të gatshme që unë i quaj kimikate, filloj edhe i bëj vetë në shtëpi. Kështu që unë e kam testuar, është shumë e mirë,
me pak shpenzime dhe jep një efekt shumë të mirë. Atëre, na duhet kafe, një lug kafe, një lug sot buke, të gjitha këto i kemi në shtëpi, një lug sheqer, dhe do shtrydhim limonin. Limon do hedhim derisa të bëhet si tip kremi. Pra, e të largojmë pak këto ende tjera. Kafe, sod, sheqer, limon. Një përzierje e mirë derisa të krijohet një pastë e tillë. Kjo sigurisht është për pikat e zeza dhe tham që kjo ka dy ingredient që janë pak agresiv për lëkurën, se flasim për limonin edhe për sodën e bukës, që absolutisht nuk duhen përdorur në pjesët afër syve, në dekolte, sepse janë pjesë që janë të ndjeshme, iritojnë. Ne prandaj e cilësuam që kjo është për pikat e zeza dhe zakonisht pikat e zeza dalin në ato pjesët e forta pak të lëkurës, sidomos të hunda, të balli dhe të mjekra. Kështu që në zonën të do të përdoret kjo përzierje. Për efekt që mos të trëmbim. Mund të vendosim letra sipër. Nuk po e përdorim në fytyrën tonë. Jo. E para nuk të e përdorim do se kemi vendosur një kap në fytyrë. Po jo, edhe mund të afshinim se ka marrë një kështu si tip larës fytyre të shpejt, por që ne do të tregojmë të dora. Kjo prap u bë si tip mase. Edhe këto do të lëm deri sa të thahet. Nuk do hedhim shumë. Unë qesh se shpëtova, se Stella më sa bëjt ty në emision, përshë nuk u dzoj. Ja, më mirë janë. Dhe një eksfolim i duhur, sepse përveç se tërheq pikat e zeza, qelizat e vdekura, bë dhe një eksfolim, ja ullim pak dorën që të marrë këtë ngjyrë, se e bërë në formën e zemrës aty. Një eksfolim të zona të e fytyrës. Që u bë formë zemre. E ke bërë me zemrë, e ke treguar me zemrë këtë përzierje. Kjo ishte maska e dytë, këshilla e dytë në bëje vetë. Kemi dhe një të tretë? Po, kemi dhe një të tretë që nuk ka... është ngrua koha tani dhe fillojmë, duket nga Japoneja, do të pastrojmë gjupat apo pantallonat e lëkurës. Kemi vetëm pak minuta, më thonë. Okej, atëre, me shpejtësi, marim thjesht për ta pastruar, ka shumë mundësi si mund ta pastrojmë dhe një është një larës fytyre. Po, një larës të butë fytyre. Do të pastrojmë, sidomos pjesën e qafës, të mëngëve. Kjo që bëhet pak me krem pudër, më jep një karpecet, Niki. Po. Edhe e fërkojmë, shife. Pra me larësin e lëngshëm të fytyrës. Po, ja, nëzori disa pa pastërti. Me njerë. E pastron direkt. Një mënyrë për të pastruar. Kemi alkolin, edhe alkolin, nuk është se duhet marrim ata alkolet që janë të fortë, unë ka marrë një alkol me pak përqindje. Iç natyruar, që quhet? Po. Edhe ky, prape hedhim të njëjtën gjë, përveç se kësaj, me alkolin, që mund të përdorim thjesht këshu, mund të përdorim edhe pudrën e bebeve. Ose unë nuk e përdor pudrën e bebeve, thjesht një seshte, që ka të njëjtin efekt. Ashtu, a? Do të lëm pak, sepse këtu ne nuk e dallojmë që krijohet ajo si ndyrë e qafës. Po, e vërtet. Thjesht e lëm, duhet ta lëm një 5-6 minuta, pastaj e fshim me një furç, edhe ikën i gjithë. Qartë. Një mënyrë për këto pjesët delikate, pra të lëkurave, dhe mos kur i keni kështu të mira origjinale, edhe një larsin delikat të fytyrës, një alkol etilik të çnatyruar, e gjeni kollaj në farmaci, dhe pudrën e bebeve tuaja. Shumë thjeshtë. Faleminderit Stella. Për këshillat, uroj ditë të bukur edhe ju shikues që na ndoqët, shihemi nesër sërish me Reze Dielli, vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report.